se shumë që presidenca do të gjejë një zgjidhje sepse rikthimi në pikën 0 unë besoj që na çon në pikën ku jemi edhe sot. Dhe Kosova ka nevojë për një zgjidhje të shpejtë, zgjidhja e vetme e cila është ligjore dhe kushtetuese është që Zoti Kurti ta deponojë dorëheqjen e tij bashkë me ministrat e tij në KQZ, të protokollohet atë, të njoftohet KQZ-ja, të njoftohet parlamenti dhe më pas komisioni besoj që e verifikon. Tani me dorëzu qesat e zyrës apo? Ne mund të shkojmë te pika e radhës. Artan veç diçka, më fal. A nuk kupton kjo sipas teje dhe PDK-s se me këtë akt Albin Kurti duhet, sikur e keni thënë sot disa, me styre dhe kryetari Memli Krasniqi, duhet ta dorëzoj Bexhin dhe qelsin e zyrës. A kupton ti kështu dorëheqjen? Se më herët pyetja a mundet me ndaj deputet dhe kryeministër në detyrë, thash po. Dhe nëse shkon kjo kushtetuese, ka me thonë po. Ka me dalë kjo që e tha dhe... A mon ligjin e shpolla antikushtetuese. Ata ligji mund të permetohet. Po a shet edhe ti kështu apo a pret ti që Albin Kurti me i dorëzu qelsat? Po kjo është pyetje e sinqertë, a kupton? Po pyetja jote ka nuanca të frikës. Me të ka koment Albin. Po që shet ti dorëheqje në burr, nuanca të frikës. Apo do me të jap qelsat. Apo do me të jap qelsat. Sa ajo ai duhet të menaxhojë shtetin, buxhetin. Zoti Krake ka qenë edhe më herët në edhe nëse nuk i ka gjipat, edhe nëse si ka tërëpërojet, edhe nëse nuk i ka beneficionet, të gjitha këto shqiptarë të Republikës nuk i kanë edhe jetojnë shumë mirë. Po thua Albin Kurti, kjo është shqetësim. Shqetësimi i jonë është që ne mund të vazhdojmë me një komision të tillë duke shkelur kushtetutën dhe ligjin. Okej, për te kësaj, për te shpjegimeve procedurale, jashtë dhe brenda studios, Berami, vetë pak. Punoj në KQZ dhe procesi shkëlqohet. Për te shpjegimeve procedurale të le të dalim tek argumentet politike. Tani e sheh Shala që betejë është po, e ke kështu, e ke përsëri është betejë ndërmjet dy palëve është për të mos e lejuar fare konstituimin e kuvendit. Dhe nëse shkon kjo deri në pavundësi që palët nuk të rishen, i bie të shkojmë pa e konstituar kuvendin për një periudhë gjatë kohore. Tani kjo mund të ketë implikime të tjera. Jo, tani tash unë bëj si inform pyetje. Zgjedhje të reja? Po, nëse nuk merren mandatet, nëse refuzohen mandatet, atëherë s'ka sens. Se kjo i bie opsioni tjetër? Mund të ketë zgjedhje të reja pa konstituim të kuvendit. Po, në fakt çdo nuk e dim tani edhe kjo ndoshta do duhet kishte edhe kjo shpjegim plotësues nga institucionet juridike. Kjo është papjekuri politike. Cila? Çto veprime që kanë të bëjnë përgjithësi. Shi dëgjojeni avokatin pak dy palë se keni nevojë për likëshillje juridike. Ka papjekuri politike, pa përgjithësi juridike dhe pa përgjithësi qytetare. Pa përgjithësi politike, pa përgjithësi juridike. Dyat. Është fatkeqe. Nga dy palët? Nga gjitha palët, po, nga gjitha palët. Ne pos nga analistët. Çfarë marra kemi me kriju situata, nuk është kjo e para, domethënë kjo është vazhdimësia e kaluarës. Edhe fatkeqësia është që kanë fitu poenta politike në kësi taktika palidhje, taktika që janë vështirëson jetën e qytetarëve dhe funksionimin e institucionit të Kosovës. Kanë funksionuar në të kaluarën, tani po bëhen prapë, ndoshta funksionojnë politikisht, sepse qëllimi politikës është sa më shumë me pas përfitime politike, domethënë vota, po nuk mendoj që ka qenë mirë në atë kohë dhe është mirë tash. Çfarë sugjeron Beramit edhe Krakit tani? Jo, Berami e Kraki janë ndër deputetët më të mençur mendoj që i ka kuvendi i Kosovës. Pse janë dëshmuar edhe se janë bërë deputet. Dhe besoj që ta do të rezonojnë dhe do të veprojnë konform zgjuarsisë së tyre dhe binjeve tjera. Nga ky shkëmbim. Po normal të dy ka adresë, unë jam avokat dhe shpesh jam në anë të ndryshme dhe luftoj për interesin e klientit tim. E këta pisha pak çashtu si rolin e avokatit të luftu për interesin e klientit. Dhe duhet me pas pak më ndryshe sepse janë të deputet të Kuvendit të Kosovës, nuk janë në rolin e avokatit. Avokatit i lejohet që do të pa drejtën të shtypë përpara. Ndërsa gjyqtarit, prokurorit, të mendoj që deputetit nuk i lejohet, duhet që drejta në të mirë të qytetarëve të shkojë përpara. Okej, në formë pyetje komentuese, në pak forme. Vetëm pak, Berami, vetëm pak se e kemi Shalën. Nëse lëvizja vetë vendohet se i ka fitu zgjedhjet, i ka 48 deputete. Nëse Albin Kurti po thotë i kam 61 deputete dhe i kam numrat për me kriju qeverinë.
Atër ku e ka drona i pse nuk jep dorëheqje me formu qeverinë? Jo më Pse se i ka numrat, i ka krejt, jep dorëheqje, formon qeverinë, vazhdon punën. Origjina këtij Vazhdon punën, mbas rezultateve të zgjedhjeve. Shikoni, për Albin Kurtin, Ku e ka qeveria dronë? ai dhe qeveria e tij janë Se duhet me shku veni njerë zgjedhje, se e përmenem duke dhe përmenem njerë si tha, muj me shku zgjedhje. Se duhet me shku dhe herë veni zgjedhje, masi i ka numra. Ai ka deklaruar dhe sot e ka Po bërë do të formalizu. E tash, a është e formalizuar ajo? A përputhet me s'është e formalizuar, a përputhet me ato ka procedurë për me dhënë. Do na sqaroj tash interpretimi i zyrës. Ja, unë mendoj që vetë Kurti s'është interesant. Po unë thash duhet me analizu veprimin e qeverisë për 23 marsit deri sot. Është veprim i një qeverie në detyrë, i kufizuar. Vetëm pak regjia. Berami, nëse citojmë Enver Hasanin, ai sot deklaroi se politikisht keni gabuar ju. Ja Okej, po, qa thot? Në pyetjen e Krakit, nëse pas betimit Albin Kurti mundet më shku zyra jo, ai thot që në momentin që bën betimin për deputet, kushdo qoftë nuk mund të jetë dhe nuk mund të shkojë në zyrën e kryeministrit, sepse është jo kushtetues dhe është absurd. E kush duhet shkojë në zyrën e kryeministrit? Në këtë rast. Po që të legje kene bëllë Zavendës kryeministrit. Jo, shikartan, kryetari që konstitutuse e ka dhënë kundërtën e atij citimi. Kundërtën. Kështu që kryetari ka qenë nën kryetar. Kështu që unë po flas me ato që ka kuptim edhe juridikisht. Kraki, vetëm pak, mos dalim taj shumë tek procedurat, se folim për procedurat, besoj avokati im shoj vulpra. Po politikisht po thot, Shala po insiston thot. Politikisht, pse mos bëhet diçka sot? Ku është droja? Pse mos bëhet, pse mos formalizohet? Edhe një herë, ajo që